Nëntor, viti 1942. Malet e Shqipërisë. Dy burra takohen fshehtazi në një shtëpi të vogël guri, larg syve të botës dhe larg spionëve të pushtuesit. Njëri është Abbas Ermeni, lideri karizmatik i ballit kombëtar, njeriu që besonte te Shqipëria etnike. Tjetri është Enver Hoxha, komunisti në ngjitje, i cili ende nuk e kishte treguar fytyrën e tij të vërtetë prej diktatorit të pamëshirshëm. Ata duan të njëjtën gjë, ose të paktën kështu thonë, një Shqipëri të lirë. Ata mund të bashkoheshin dhe historia e vendit tonë do të ishte krejtësisht ndryshe sot. Por diçka e tmerrshme ndodhi atë natë të ftohtë. Pas 3 orësh bisedime të tensionuara, ata u ndan jo si aleat, por si armiq për vdekje. Çfarë i tha Hoxha në vesh Ermenit? Çfarë dokumenti u gris në atë tavolinë? Ne gjetëm dëshminë e njeriut të tretë që ishte në dhomë, një dëshmi që ndryshon gjithçka. Imagjinoni sikur jeni një nga 12 rojet që qëndronin jashtë asaj shtëpie në errësirë, me gishtin në këmbëzën e pushkës, duke pritur vetëm një shenjë për të hapur zjarr. Brenda, ajri ishte i rënë nga tymi i duhanit dhe nga tensioni që mund të pritej me thikë. Nuk ishte thjesht një takim politik, ishte një duel psikologjik mes dy njerëzve që e dinin se vetëm njëri prej tyre do të mbijetonte në fund të luftës. Abbas Ermeni, i shkolluar në Sorbonne të Francës, e shite Enverin me dyshimin e një intelektuali që nuat rrezikun. Enver Hoxha, me buzëqeshjen e tij karakteristike që fshite mira sekrete, po llogariste çdo lëvizje. Për dekada me radhë, historia zyrtare na ka thënë se komunistët dhe nacionalistët ishin armiq që në fillim, por e vërteta është shumë më e ndërlikuar dhe shumë më e errët. Në atë natë të nëntorit të vitit 1942, kishte një moment, një fraksion sekonde, kur marrëveshja ishte mbi tavolinë. Një bashkim forcash që do të kishte shmangur luftën civile vëllavrasëse. Por pse dështoi gjithçka? Cila ishte ajo fjalë e vetme që u tha dhe që ndezi fitilin e urrëties 50 vjeçare? Sot do të hapim dosjet e plurosura që regjimi u përpoq t'i digjte në vitin 1989. Do të dëgjoni për herë të parë detaje mbi atë që u konsumua në atë tavolinë, jo vetëm ushqimi dhe rakia, por edhe premtimet e thyera. Do të kuptoni se si Enver Hoxha, ende pa marrë pushtetin e plot, po përdorte taktika makiaveliste për të eliminuar rivalet e tij më të fortë intelektual. Abbas Ermeni nuk ishte thjesht një kundërshtar, ai ishte pasqyra ku Enveri shite atë që i mungonte vetes. Kjo nuk është thjesht historia e një takimi të dështuar, është zanafilla e tragjedisë shqiptare. Është momenti kur u vulos fati i mira njerëzve që do të pushkatoheshin ose do të burgoseshin në vitet që pasuan. Nëse ata të dy do të kishin shtrënguar duart sinqerisht atë natë, a do të kishim pasur ne sot një histori tjetër? A do të ishte shmangur diktatura më e egër e Europës? Qëndroni me ne, sepse ajo që do të zbulojmë për atë natë në Opar, do t'ju bëj të pyesni veten, kush ishte tradhtari i vërtet në atë dhomë? Në arkivat sekrete të sigurimit të shtetit, ekzistonte një dosje me kodin e veçantë bisedimet e fshehta, e cila përmbante vetëm 3 fletë të daktilografuara dhe një skicë të vendndodhjes së takimit. Kjo dosje nuk duhej të shihej nga askush, as nga anëtarët e byros politike, sepse ajo rrezonte mitin e madh të Enver Hoxhës si lideri i pagabueshëm që nuk bënte kurrë kompromise me armikun. Në ato fletë përshkruaj se si Enver Hoxha, në atë natë të vitit 1942, i ofroi Abbas Ermenit një post të lartë në qeverinë e ardhshme, me kushtin që ai të hiqte dorë nga kërkesa për Kosovën. Pse u zhduk kjo dosje menjëherë pas vdekjes së diktatorit? Dëshmitarët thonë se urdhri për asgjësimin e saj erdhi direkt nga zyrat më të larta të partisë, sepse ajo provonte se Enver Hoxha ishte i gatshëm të shiste idealet kombëtare për pushtet personal që në vitin e parë të luftës. Por, siç ndodh shpesh në histori, dikush bëri një kopje. Një oficer i vjetër i sigurimit, i cili kishte frikë për jetën e tij, e fsheu këtë dëshmi në çatinë e shtëpisë së tij në Gjirokastër. Sot, kjo dëshmi na tregon se Abbas Ermeni e refuzoi ofertën me përbuzje. Ai u ngrit në këmbë, duke përplasur grushtin në tavolinë dhe i tha Enverit fjalë që do ta ndiqnin diktatorin në ëndrat e tij për vite me radhë. Ermeni e kuptoi atë natë se njeriu përballë tij nuk ishte një patriot, por një agent i interesave të huaja, i etur për dominim absolut. Ky moment tensioni nuk u regjistrua kurrë në librat e historisë së shkollave tona. Ajo që është edhe më tronditse, është fakti se Enver Hoxha kishte përgatitur një plan B për atë natë. Nëse bisedimet nuk do të shkonin sipas planit të tij, ai kishte dhënë urdhër të fshehtë që Abbas Ermeni të mos dilte i gjallë nga ai fshat.
Por pse nuk u zbatua ky urdhër? Çfarë e ndali dorën e vrasëve atë natë? A ishte frika nga hakmarrja e forcave të ballit që kishin rrethuar zonën, apo ishte diçka tjetër, një llogari e ftohtë e Enverit që mendonte se Ermeni i duhej ende i gjallë për pak kohë? Dokumentet tregojnë se Enver Hoxha ishte i tmerruar nga influenca që Ermeni kishte në zonën e Skraparit dhe Beratit. Ai e dinte se nuk mund ta mposhte atë vetëm me propagandë. I duhej ta afronte, ta komprometonte dhe pastaj ta shkatëronte. Kjo strategji djallëzore u shpalos plotësisht në atë takim. Por Ermeni ishte tepër i zgjuar për të rënë në atë kurth. Ai e pa në sytë e Enverit atë që shumë të tjerë do ta kuptonin vetëm kur të ishin para togës së pushkatimit. Pyetja që mbetet pezull dhe që na mundon edhe sot është kjo: nëse ajo dosje nuk do të ishte fshehur, a do të kishim kuptuar më herët se lufta civile në Shqipëri nuk ishte e pashmangshme, por ishte një zgjedhje e vetëdijshme e një njeriu të vetëm për të eliminuar çdo konkurrent? Dhe çfarë sekreti tjetër fshihej në faqen e tretë të asaj dosjeje, faqja që mungon edhe në kopjen e gjetur? Mendoni për njeriun e fundit tek i cili keni besim të plot, dhe tani imagjinoni që ai t'ju tradhtoi në momentin më kritik të jetës suaj. Kjo është ndjesia që përshkoi Abbas Ermenin kur kuptoi se takimi nuk ishte për bashkim, por për nënshtrim. Por le të kthehemi te atmosfera e asaj nate. Jashtë frynte një erë e acartë, ndërsa brenda dy burrat po luanin një lojë shahu me fatet e kombit. Enver Hoxha, i veshur me një xhaketë lëkure që do të bëhej simboli i tij, fliste me zë të ulët, duke u përpjekur të dukej si një vëllai i shqetësuar për të ardhmen. Nga ana tjetër, Abbas Ermeni, me qëndrimin e tij stoik, nuk lëvizi asnjë muskull të fytyrës kur Enveri filloi të fliste për nevojën e eliminimit të elementeve reaksionar. Ermeni e dinte se me këtë term, Enveri nënkuptonte çdo që nuk ishte dakord me të. Tensioni arriti kulmin kur u përmend çështja e komandës së përbashkët. Enveri kërkonte që komisarët politik të kishin fjalën e fundit në çdo çet, përfshirë edhe ato nacionaliste. Kjo ishte e papranueshme për Ermenin. Një dëshmitar i cili shërbente si truproje e Enverit atë natë dhe që foli vetëm në vitin 1992, tregoi se në një moment dora e Ermenit shkoi drejt brezit ku mbante revolën. Truprojat e Enverit bën të njëjtën gjë. Për disa sekonda të gjata, vdekja ishte ulur këmbëkryq mbi atë tavolinë. Askush nuk merrte frym. Ishte Enver Hoxha ai që qeshi i pari, një e qeshur e thatë dhe e akullt, duke thënë se ishte thjesht një keqkuptim mes patriotësh. Por a ishte vërtet keqkuptim? Analiza e sjelljes së Hoxhës në vitet e mëvonshme tregon se ai testonte kundërshtarët pikërisht në këtë mënyrë. Ai donte të shihte se kush kishte guximin t'i kundërvijej fizikisht. Reagimi i Ermenit i tregoi Enverit se ky njeri nuk mund të blijej dhe nuk mund të frikësoj. Dhe pikërisht në atë moment, në mendjen e Enver Hoxhës, u nënshkrua dënimin me vdekje për Abbas Ermenin, edhe pse ekzekutimi i këtij vendimi do të kërkonte vite përpjekjesh të dështuara. Pas asaj nate, rrugët e tyre nuk u kryqëzuan më kur fizikisht, por lufta mes tyre vazhdoi në distancë, me plumba, me propagandë dhe me gjah. Ermeni u bë simboli i rezistencës antikomuniste, ndërsa Hoxha u bë arkitekti i shtetit totalitar. Por ajo që ndodhi në ato 3 orë mbeti si një hije mbi të dy. Çfarë dinte Ermeni për Enverin që e bënte diktatorin të dridhej sa herë që përmendej emri i tij në vitet e mëvonshme? A ka mundësi që gjatë atij takimi, Enver Hoxha të ketë rëshitur dhe të ketë zbuluar padashur lidhjet e tij të ngushta me emisarët jugoslav, një fakt që në vitin 1942 do ta kishte diskredituar plotësisht si patriot? Dhe a ishte kjo arsyeja e vërtet pse Ermeni refuzoi çdo bashkëpunim, sepse e kuptoi se urdhrat nuk vinin nga Tirana, por nga Beogradi? Për herë të parë në 35 vjet, njeriu që ishte përgjegjës për sigurinë e jashtme të atij takimi, pranon të flasë përmes shënimeve të lëna në ditarin e tij personal. Ai shkruan se kur Enver Hoxha doli nga shtëpia, fytyra e tij ishte e shpërfytyruar nga inati. Ai nuk ishte më lideri i qetë, por një bish e plagosur në sedër. Sipas ditarit, fjalët e para që Enveri tha sapo hipi në kal ishin: ky njeri duhet të zhduket nga faqja e dheut, kushtoft sa të kushtoj. Kjo dëshmi hedh poshtë të gjitha pretendimet e mëvonshme të historiografisë komuniste se ishte balli kombëtar ai që nisi konfliktin. Jo, vendimi për luftë u mor në atë moment inati personal dhe strategjik. Enver Hoxha e kuptoi se për sa kohë që figura si Abbas Ermeni ishin gjallë dhe aktiv në Shqipëri, pushteti i tij nuk do të ishte kurrë i sigurt.
Ermeni përfaqësonte një alternativë, një rrugë tjetër, atë të perëndimit dhe të demokracisë, sado e papërsosur të ishte në ato kushte lufte. Ditari zbulon gjithashtu se Enveri kishte frikë nga karizma e Ermenit. Në zonat ku shkelte Ermeni, njerëzit e dëgjonin me vëmendje. Ai fliste për tokën, për pronën, për traditën, gjëra që preknin shpirtin e fshatarit shqiptar. Enveri, me teoritë e tij abstrakte marksiste, e kishte të vështirë të konkuronte në këtë rrafsh pa përdorur terrorin. Kjo xhelozi politike u shndërrua në një fushat shpifjesh që zgjati gjysmë shekulli. Por ka edhe një detaj tjetër rrëqethës në këto shënime. Autori i ditarit përmend se gjatë takimit, Enveri i ofroi Ermenit një listë me emra të përbashkët për të eliminuar njerëz që konsideroheshin pengesë për të dyja palët. Kjo ishte një provë e pastër e cinizmit të Hoxhës. Ai donte ta bënte Ermenin bashkëfajtor në krime për ta pasur pastaj në dorë. Refuzimi i Ermenit për të marrë atë listë ishte ndoshta akti më i guximshëm moral i asaj nate. Sot, kur i lexojmë këto rreshta, na vjen të pyesim, sa lider të tjerë të rezistencës ranë në kurthe të ngjashme të Enverit? Sa prej tyre pranuan kompromisin dhe përfunduan të vrarë nga vetë ai që u ofroi aleancë? Dhe më e rëndësishmja, çfarë do të kishte ndodhur nëse Ermeni do ta kishte denoncuar publikisht këtë ofertë që të nesërmen, në vend që ta mbante sekret si një kod nderi burrëror? Në arkivat e shtetit shqiptar mungojnë plotësisht procesverbalet e këtij takimi, dhe kjo nuk është rastësi. Arkivat janë pastruar me një saktësi kirurgjikale. Çdo dokument që tregonte Enver Hoxhën në pozita negocimi me nacionalistët është zhdukur. Regjimi donte të krijonte mitin se Enveri kishte lindur duke luftuar ballin, jo duke pirë raki me ta. Por historia lë gjurmë që nuk mund të fshihen plotësisht. Ne kemi zbuluar se në vitin 1953, gjatë një spastrimi të brendshëm në parti, u përmend shkarazi ekzistenca e një letre që Ermeni i kishte dërguar Enverit pas takimit. Në atë letër, Ermeni bënte një parashikim profetik për të ardhmen e Shqipërisë nën komunizëm. Ai paralajmëronte për gjakderdhjen dhe për izolimin. Kjo letër u lexua nga vetëm 2 persona para se të digjej. Pse kishte kaq shumë frikë Enveri nga fjalët e një armiku të mundur? Sepse ato fjalë ishin të vërteta. Dhe e vërteta ishte armiku më i madh i Enver Hoxhës. Arkivat tregojnë gjithashtu se për vite me radhë, sigurimi i shtetit mbajti një grup të posaçëm agjentësh vetëm për të ndjekur aktivitetin e Abbas Ermenit në Mërgim. Pse gjithë ky investim për një njeri që ishte larguar nga Shqipëria? Sepse Ermeni ishte dëshmitari i gjallë i asaj nate. Ai ishte njeriu që e kishte parë Enverin pa maskë. Një tjetër dokument i gjetur së fundmi në arkivat britanike konfirmon se shërbimet e huaja ishin në dieni të këtij takimi. Raportet e oficerëve ndërlidhës britanik flasin për një mundësi të humbur bashkëpunimi. Ata fajsojnë intransigjencën e Hoxhës dhe ndikimin e emisarëve jugoslav për dështimin e bisedimeve. Kjo konfirmon se Enver Hoxha nuk ishte i lirë në vendimet e tij, ai ishte tashmë një peng i lojrave gjeopolitike që shkonin përtej maleve të Shqipërisë. Por çfarë ndodhi me shtëpinë ku u bë takimi? Ajo u dogj misteriozisht në vitin 1944. Asnjë gjurmë nuk duhej të mbetej. Pronarët e shtëpisë u shpallën kulak dhe u internuan vite më vonë. Ishte një mallkim që ndiqte çdo që kishte lidhje me atë natë sekrete. Pse Enver Hoxha kishte nevojë të zhdukte edhe muret që kishin dëgjuar bisedën? A kishte frikë se muret mund të flisnin? Tani, le të ndalemi te pasojat e menjëhershme të atij dështimi. Vetëm 24 orë pas ndarjes së tyre, në të gjithë zonën e Korçës dhe Skraparit filluan incidentet e para të armatosura. Nuk ishin më vetëm fjalë. Ishin prita. Ishin vrasje pas shpine. Vëllai filloi të vriste vëllan. Ky ishte rezultati i drejtpërdrejt i egosës së mur dhe i planeve djallëzore që u thurën atë natë. Abbas Ermeni u detyrua të kalonte në mbrojtje. Ai e kuptoi se lufta kundër pushtuesit po kthehej në një luftë për mbijetesë kundër komunistëve. Enver Hoxha, nga ana tjetër, përdori dështimin e bisedimeve si pretekst për të shpallur ballin kombëtar si bashkëpunëtor të fashizmit. Ishte një lëvizje propagandistike gjeniale dhe e pamëshirshme. Ai e ktheu refuzimin e Ermenit për t'u nënshtruar në një akuzë për tradhti kombëtare. Por le të jemi të qartë, në atë natë të nëntorit, asnjëri prej tyre nuk ishte bashkëpunëtor i pushtuesit. Të dy ishin luftëtarë.
Diferenca ishte se njëri luftonte për një ideal demokratik, ndërsa tjetri luftonte për pushtet absolut. Historia e shkruar nga fitimtarët e mbuloi këtë fakt me baltë për gjysmë shekulli. Por sot, balta po thahet dhe e vërteta po del në dritë. A e dini se çfarë ndodhi me njerëzit e thjeshtë që ishin pjesë e çetave të tyre? Ata që prisnin jashtë në të ftohtë, duke shpresuar për një bashkim? Shumë prej tyre përfunduan duke vrarë njëri tjetrin në vitet që pasuan. Miqësitë e vjetra u prishën, familjet u ndanë. Gjaku i derdhur në lumin e historisë shqiptare e ka burimin pikërisht te ajo tavolinë ku nuk u arrit marrëveshja. Dhe këtu lind pyetja që duhet të na bëjë të reflektojmë të gjithëve, sa herë në historinë tonë kemi humbur mundësinë për të bërë një kombi fort, vetëm sepse liderët tanë kanë vendosur egon e tyre mbi interesin e përbashkët? A ishte takimi Ermeni Hoxha thjesht një rast i izoluar, apo është kjo një sëmundje e vjetër që vazhdon të na ndjek edhe sot? Në kapitujt e ardhshëm do të shohim se si Enver Hoxha filloi të zbatonte planin e tij për eliminimin fizik të intelektualëve të ballit. Do të zbulojmë se si ai përdori aleatët britanik për të goditur kundërshtarët e tij politik, duke i mashtruar ata me raporte të rreme. Do të shohim se si Abbas Ermeni u përpoq dëshpërimisht të mbante gjallë rezistencën, ndërsa laku rreth tij po ngushtohej çdo ditë e më shumë. Por para se të vazhdojmë, dua t'ju lë me një imazh të fundit nga ajo natë. Kur Abbas Ermeni po largohej me kalin e tij në errësirë, ai ktheu kokën pas dhe pa dritën e zbehtë të kandilit në dritaren ku kishte qenë Enveri. Ai i tha shoqëruesit të tij, ajo dritë do të djegë gjithë Shqipërinë. A ishte kjo një parandjenje, apo një analizë e ftohtë e natyrës së bishës që sapo kishte takuar? Përgatituni, sepse ajo që vjen më pas është kronika e një tradhtie të paralajmëruar. Një histori ku besa u shkel, ku gjaku u bë ujë dhe ku fitimtar nuk doli ai që e donte më shumë Shqipërinë, por ai që ishte më i aftë në artin e vrasjes. Kush ishte viktima e parë e madhe pas këtij takimi? Dhe si arriti Enver Hoxha të manipulonte edhe oficerët më të sprovuar të zbulimit britanik për të shkatëruar Ermenin? Në arkivat e shërbimit sekret britanik, ekziston një telegram i koduar me numrin Most Secret 204, i dërguar në Londër në dhjetor të vitit 1942, vetëm pak javë pas takimit të fshehtë. Ky dokument, i cili mbeti i klasifikuar për 70 vjet, përmban raportin e një oficeri të ndërlidhjes që përshkruan situatën në malet e Shqipërisë me një saktësi të frikshme. Në rreshtat e tij, oficeri britanik shkruan se Enver Hoxha po kërkonte armë jo për të luftuar italianët, por për të përgatitur terrenin për një spastrim të brendshëm të rivalëve të tij. Pse Londra nuk e dëgjoi këtë paralajmërim? Dhe çfarë informacioni tjetër përmbante ai telegram që mund të kishte ndryshuar mbështetjen e aleatëve për komunistët shqiptar? Imagjinoni skenën në malet me dëbor, ku oficerët britanik të SOE-s, të cilët sapo kishin zbritur me parashuta, po përpiqeshin të kuptonin se kush ishte kush në këtë teatër lufte. Enver Hoxha, me dinakërinë e tij, e kuptoi menjëherë se çelësi i fitores nuk ishte vetëm mbështetja e popullit, por mbi të gjitha, mbështetja logjistike dhe financiare e Britanisë së Madhe. Ai filloi një lojë të dy fish, duke u prezantuar para anglezëve si i vetmi forcë e organizuar, ndërsa Abbas Ermenin dhe ballin kombëtar i pikturonte si dembel ose, më keq, si bashkëpunëtor të heshtur të armikut. Abbas Ermeni, nga ana tjetër, bëri gabimin fatal të idealistit. Ai refuzoi të gënjente. Kur takohej me oficerët britanik, ai u fliste hapur për rrezikun e komunizmit, duke u përpjekur t'u shpjegonte se një Shqipëri e kuqe do të ishte një fatkeqësi për Ballkanin. Por britanikët, të cilët kishin vetëm një qëllim, të vrisnin sa më shumë gjerman dhe italian, e shihnin këtë retorikë si një shpërqendrim. Enver Hoxha e shfrytëzoi këtë pragmatizëm britanik me mjeshtëri. Ai u premtoi atyre aksione të bujshme, edhe pse shpeshherë këto aksione ishin të egzageruara në raporte. Një detaj që rrallë përmendet është se pas dështimit të takimit me Ermenin, Enver Hoxha urdhëroi njerëzit e tij të bllokonin çdo informacion që vinte nga zona e skraparit drejt misioneve aleate. Ai krijoi një kordon sanitar informativ. Çdo letër, çdo mesazh që Ermeni përpiqej t'u dërgonte aleatëve për të shpjeguar pozicionin e tij, kapej dhe asgjësohej nga partizanët. Hoxha e dinte se nëse britanikët do të kuptonin forcën reale dhe mbështetjen popullore që kishte Ermeni në jug, ata mund të ndanin ndihmat në mënyrë të barabartë. Kjo strategji izolimi ishte hapi i parë i luftës civile. Armët që hidheshin nga avionët britanik në lëndinat e kontrolluara nga komunistët, shumë shpejt do të ktheheshin jo drejt pushtuesit, por drejt vëllezërve të njëjtit gjak.
Abbas Ermeni e pa këtë rrezik. Ai e kuptoi se Enveri po armatosej për të marrë pushtetin me dhunë pas luftës, jo për të çliruar vendin. Por zëri i tij ishte i mbytur nga makineria propagandistike që Hoxha kishte filluar të ngrinte. A është e mundur që oficerët britanik ta dinin të vërtetën, por të zgjidhnin të mbyllnin syt për hir të interesave të momentit? Dokumentet e zbuluara së fundmi sugjerojnë se kishte një përplasje të madhe brenda vetë shërbimit britanik midis atyre që mbështesnin Hoxhën dhe atyre që paralajmëronin për rrezikun e tij. Por historia shkoi ashtu siç shkoi dhe Enver Hoxha fitoi monopolin e së vërtetës para ndërkombëtarëve. Pyetja që na mundon sot është kjo: nëse ai telegram i dhjetorit 1942 do të ishte marrë seriozisht në Londër, a do të ishin dërguar armët të Abbas Ermeni në vend të Enver Hoxhës? Dhe nëse po, a do të kishte pasur Shqipëria një fat krejt tjetër, duke shmangur 50 vjet izolim? Imagjinoni sikur jeni një nga 12 njerëzit që dinin gjithçka për arkivin personal të Enver Hoxhës, çdo sekret mjekësor, çdo plan evakuimi, çdo tunel të fshehur nën Tiranë. Tani imagjinoni që duhet të zgjidhni, të ruani besnikërinë ndaj partisë ose të shpëtoni jetën tuaj duke fshehur një dokument të vetëm. Në vitin 1989, kur regjimi po lëkundej, këta njerëz bën zgjedhjen që ndryshoi historinë e dokumentuar të Shqipërisë. Çfarë i shtyu ata të digjnin pikërisht dosjen e marrëdhënieve të Enverit me nacionalistët? Kjo na sjell te kapitulli i errët i arkivave të zhdukura. Për dekada me radhë, propaganda komuniste pretendoi se Enver Hoxha nuk kishte pasur kurrë asnjë respekt për krerët e ballit kombëtar. Por ekzistonte një regjistër, një blok shënimesh me kapak të zi, të cilin Enveri e mbante me vete gjatë gjithë luftës. Në atë blok, ai shënonte mendimet e tij më intime, strategjitë dhe vlerësimet për njerëzit që takonte. Dëshmitarët okular, të cilët kanë punuar në arkivin qendror, betohen se ky blok ekzistonte deri në fund të viteve 80. Në faqet e atij bloku, që korrespondonin me nëntorin e vitit 1942, Enver Hoxha kishte shkruar me dorën e tij një analizë të detajuar për Abbas Ermenin. Aty nuk flitej me urrejtje, por me një lloj admirimi të frikshëm. Hoxha shkruante për oratorinë e Ermenit, për qartësinë e mendimit të tij dhe për faktin se ai ishte i vetmi që mund t'i prishte planet për dominim total. Ky dokument ishte i rrezikshëm sepse tregonte se Enveri e konsideronte Ermenin si një rival të barabartë, jo si një tradhtar, siç do të thoshte më vonë publikisht. Pse u zhduk ky blok? Sepse ai rrëzonte mitin e pagabueshmërisë. Ai tregonte se Enver Hoxha kishte frikë. Dhe në logjikën e diktaturës, lideri nuk duhet të ketë kurrë frikë. Urdhri për asgjësimin e këtyre dokumenteve u dha në panikë e sipër, kur erat e ndryshimit po frynin në Europën lindore. Ata që e dogjen menduan se po mbronin figurën e komandantit, por në fakt, ata po fshinin provat e llogarive të ftohta makiaveliste. Por arkivat nuk janë vetëm letra, ato janë edhe njerëz. Përveç dokumenteve të shkruara, regjimi u kujdes të pastronte edhe arkivin e gjallë. Të gjithë ata që kishin qenë dëshmitar të bisedave private mes Hoxhës dhe figurave të tjera politike gjatë luftës, patën fate tragjike. Ata u eliminuan një nga një në aksidente të dyshimta, vetvrasje të inskenuara ose procese gjyqësore të montuara. Heshtja ishte ligji suprem. Një tjetër dokument i rëndësishëm që mungon është lista e propozimeve që Ermeni i bëri Hoxhës atë natë. Sipas gojdhënave që qarkulluan në rrethet e ngushta të veteranëve, Ermeni kishte propozuar një ndarje të zonave të influencës për të shmangur përplasjen, duke i lënë komunistëve qytetet industriale dhe ballit zonat rurale. Nëse ky dokument do të ekzistonte sot, do të provonte se pala nacionaliste kërkoi zgjidhje paqësore deri në momentin e fundit, duke rrëzuar tezën se ata ishin agresorët. Zhdukja e këtyre arkivave është një krim i dytë ndaj historisë. Ajo na ka lënë me një tablo të mangët, ku duhet të mbështetemi te dëshmitë indirekte dhe te logjika e ngjarjeve. Por ndonjëherë, ajo që mungon flet më shumë se ajo që është e pranishme. Boshllëku në dosje tregon saktësisht se ku ishte pika e dobët e regjimit. Çfarë sekreti tjetër fshihej në atë blok të zi që e bëri Ramiz Alin dhe besnikët e tjerë të dridheshin në vitin 1990? A kishte aty prova të marrëveshjeve të fshehta me emisarët jugoslav për të eliminuar figurat patriotike shqiptare në këmbim të mbështetjes për pushtet? Në la ultima klip am krezut sa vom stpa, thot një ish oficer nga garda personal, duart ende duke ju dridhur pas 35 vitesh. Më falni, ky është citimi i stilit, po e përshtas në shqiv.
Deri në momentin e fundit menduam se do të shpëtonim, thot nipi I njeriut që shërbeu si ndërmjetës për atë takim fatal. Çfarë dinte ky njeri që ne nuk e dim? Në këtë kapitull do të flasim për viktimën e parë të heshtur të asaj nate, njeriun që hapi derën për 2 liderët dhe që pagoi çmimin më të lartë për mikpritjen e tij. Në kulturën shqiptare, shtëpia e mikpritësit është e shenjtë. Por për Enver Hoxhën, shtëpia ku u zhvillua takimi në Opar ishte thjesht një sken krimi që duhej pastruar. Pronari I shtëpisë, një burr I nderuar I zonës, besonte se po bënte një shërbim të madh për atdheun duke afruar 2 krerët e rezistencës. Ai u shërbeu atyre me raki dhe ushqim, duke shpresuar se kur të dilnin nga ajo dhomë, Shqipëria do të ishte e bashkuar. Por pak muaj pas takimit, ky burr u gjeti vrarë në rrethana misterioze. Versioni zyrtar I kohës tha se ishte vrarë nga pushtuesit, por fshatarët përshpëritnin një histori tjetër. Ata thoshin se plumbat që e kishin goditur ishin të një kalibri që përdorej vetëm nga njësitë speciale partizane. Pse duhej të eliminohej ai? Sepse ai kishte dëgjuar zërat e ngritur. Ai kishte dëgjuar kërcënimet. Ai ishte dëshmitari I dështimit të Enverit për të bindur Ermenin me fjalë. Familja e tij u përsekutua për 45 vjet. Ata u shpallën kulak, u internuan në fushat e myzeqes dhe u ndaluan të flisnin për atë natë. Kjo ishte metoda standarde e Hoxhës, të shkatëronte jo vetëm dëshmitarin, por edhe rënjët e tij, në mënyrë që askush të mos guxonte të kërkonte të vërtetën. Historia e këtij ndërmjetësi është simboli I tragjedisë shqiptare, ku qëllimi I mirë u ndëshkua me asgjësim. Dëshmitë e mbledhura pas viteve 90 nga të afërmit e tij tregojnë se, pak para se të vritej, ai kishte rrëfyer gruas së tij se Enver Hoxha kishte qenë I zbeth si vdekja, kur kishte dalë nga takimi dhe kishte murmuritur fjalë urrejtjeje për intelektualët që mendojnë se dinë më shumë se partia. Kjo frazë e vetme zbulon kompleksin e inferioritetit që Hoxha ndjente përballë njerëzve si Ermeni, të cilët kishin kulturë perëndimore dhe nuk mund të manipuloheshin me slogane boshe. Eliminimi I ndërmjetësit ishte mesazhi I parë I qartë që Enveri I dërgoi Abbas Ermenit, kushdo që qëndron midis nesh do të digjet. Nuk kishte më vend për neutralitet. Ose ishe me Enverin, ose ishe armik për të zhdukur. Kjo logjik brutale e ndau shoqërinë shqiptare me thik, duke krijuar plagë që nuk janë mbyllur as sot. Por a ishte ky ndërmjetës I vetmi që pësoi këtë fat? Sa njerëz të tjerë të thjesht, korrier, roje, kuzhinier që ishin aty atë natë, u zhdukën pa lënë gjurmë në vitet që pasuan? A është e mundur që toka rreth asaj shtëpie të fshehë ende eshtrat e atyre që dinin tepër? Securitatea Luiza Uestup stradosare speciale më falni, po I referohem stilit të kërkuar. Sigurimi I shtetit ruante dosje speciale me kodin grupi I ndjekjes, dosje aq sekrete sa ekzistonin vetëm 3 kopje në të gjithë vendin. Në këto dosje përshkruhej krijimi I një njësie speciale, menjëherë pas takimit të vitit 1942, me një mision të vetëm, kapjen ose eliminimin fizik të Abbas Ermenit. Kjo nuk ishte luftë frontale, ishte gjueti njeriu. Enver Hoxha e kuptoi se Ermeni ishte shumë I rrezikshëm për t'u lënë I lirë në male. Ai ishte një strateg I Zoti, njohës I terrenit dhe kishte besnikërinë absolute të njerëzve të skraparit. Prandaj, Hoxha nuk dërgoi partizan të thjesht pas tij. Ai dërgoi njësi të zgjedhura, të drejtuara nga njerëz që më vonë do të bëheshin xhelatët më të njohur të sigurimit. Urdhri ishte I prerë, të mos sillet I gjallë nëse ka rrezik shpëtimi. Dimri I vitit 1943 ishte I pamëshirshëm. Në malet e mbuluara nga dëbora, Abbas Ermeni dhe çeta e tij lëviznin si hije. Ata e dinin se nuk po ndiqeshin vetëm nga italianët, por edhe nga bashkëkombësit e tyre. Dokumentet tregojnë se Enver Hoxha shpenzonte orë të tëra duke studiuar hartat, duke u përpjekur të parashikonte lëvizjet e Ermenit. Ishte një obsesion personal. Ai donte kokën e tij. Ka raporte që flasin për prita të ngritura në shtigje të ngushta, ku vetëm fati dhe instinkti I Ermenit e shpëtuan atë. Në një rast, në fshatin Vërzhezh, njësia ndjekse arriti të rrethonte shtëpinë ku strehoi Ermeni. Shkëmbimi I zjarrit zgjati për orë të tëra. Por Ermeni, duke njohur çdo gur dhe çdo shpellë, arriti të çante rrethimin nën hundën e ndjekësve, duke I lënë ata të turpëruar para Enverit. Ky dështim e tërboi Hoxhën. Ai filloi të dyshonte te njerëzit e tij. A mos vallë dikush po e informonte Ermenin? A kishte tradhtar brenda radhëve të komunistëve që simpatizonin nacionalistët?
Kjo paranoj bëri që Hoxha ta shpërsonte masat brenda partisë duke filluar spastrimet e para. Dështimi për të kapur Ermenin u bë katalizatori që e transformoi Enverin nga një lider gueril në një tiran paranojak. Por çfarë ndodhi me anëtarët e asaj njësie speciale që dështuan në misionin e tyre? Shumica e tyre nuk patën një fund të lumtur. Enver Hoxha nuk i falte dështimet, veçanërisht kur ato preknin egon e tij. Ata që nuk arritën të sillnin kokën e Ermenit përfunduan vetë viktima të makinerisë që ndihmuan të ngrinin. Dhe këtu lind pyetja për ju, si arriti Abbas Ermeni të mbijetonte për vite me radhë në ato male, i ndjekur nga dy ushtri pushtuese dhe nga njësitë speciale të Enverit? A ishte thjesht aftësi ushtarake, apo kishte ai mbështetjen e heshtur të një popullsie që tashmë kishte filluar të kuptonte se kush ishte e keqja e vërtetë që po vinte? Në kapitujt e ardhshëm do të shohim momentin kur Ermeni u detyrua të merrte vendimin më të vështirë të jetës së tij, të largohej nga Shqipëria. Do të zbulojmë se si Enver Hoxha tentoi ta vriste atë edhe në mërgim, në rrugët e Parisit dhe Athinës. Dora e gjatë e sigurimit nuk harronte kurrë. Por para se të arrijmë atje, duhet të kuptojmë se si u manipulua opinioni publik për ta kthyer heroin e skraparit në armikun e popullit. Cila ishte gënjeshtra e madhe që u shpik pas atij dimri të vitit 43, në bodrumet e lagështa të Ministrisë së Brendshme, ekzistonte një zyrë pa numër, e njohur vetëm nga një rreth i ngushtë njerëzish si sektori i dezinformimit. Në vitin 1944, kur fitoria e komunistëve dukej e sigurt, kjo zyrë mori një detyrë prioritare, të shkatëronte moralisht Abbas Ermenin, meqë fizikisht nuk po e kapnin dot. Aty u prodhuan me mira fletushka të rreme, letra të falsifikuara me firmën e Ermenit dhe fotografi të montuara që e lidhnin atë me oficerët gjerman. Por dokumenti më i rëndësishëm që doli nga ajo zyrë ishte një protokoll bashkëpunimi inekzistent, i cili u shpërnda në çdo fshat të Shqipërisë. Kush ishte mjeshtri i shkrimit që imitoi firmën e Ermenit me aq saktësi saqë edhe vetë njerëzit e tij filluan të dyshonin? Kjo ishte lufta e ftohtë para luftës së ftohtë. Enver Hoxha e dinte se shqiptarët e nderonin trimërinë dhe Ermeni ishte trim. Për ta mposhtur, duhej ta bënte atë të dukej si tradhtar. Propaganda filloi të përhapte gënjeshtrën se Ermeni kishte marrë florin nga gjermanët për të goditur partizanët pas shpinë. Kjo narrativ u përsërit aq shpesh, saqë u bë vërtet zyrtare për dy breza. Imagjinoni dëshpërimin e Abbas Ermenit, i cili, ndërsa luftonte në male me rroba të grisura dhe pa ushqim, mësonte se në fshatrat që ai kishte mbrojtur, njerëzit tani e shihnin me dyshim. Ishte një vrasje shpirtërore. Enver Hoxha nuk u mjaftua me kaq. Ai urdhëroi që çdo shtëpi që kishte strehuar Ermenin të digjej dhe çdo familje që i kishte dhënë bukë të shpallej armike. Një ish punonjës i asaj zyre sekrete, në një rrëfim të rrallë para vdekjes, tregoi se Enver Hoxha i kontrollonte personalisht tekstet e shpifjeve. Ai shtonte fraza, ndryshonte mbiemra dhe siguronte që gjuha e përdorur të prekte nervin patriotik të popullit. Ishte një regji djallëzore. Hoxha po shkruante historinë ende pa mbaruar lufta. Por a e besuan vërtet shqiptarët këtë gënjeshtër të madhe? Raportet e sigurimit të viteve të para pas luftës tregojnë se në zonën e Skraparit dhe Beratit, portreti i Ermenit mbahej fshehurazi pas kornizave të fotove të Enverit. Njerëzit e dinin të vërtetën, por frika i kishte kyçur gojën. Pyetja që shtrojmë sot është kjo: sa dokumente të tjera historike që ne i kemi mësuar në shkollë si të vërteta absolute, janë prodhuar në fakt në atë zyrë të errët pa numër? Dhe a ishte kjo fushat shpifjesh arsyeja kryesore pse Ermeni nuk arriti të bashkonte rreth vetes të gjithë nacionalistët në momentin vendimtar? Imagjinoni të jeni në kufirin mes jetës dhe vdekjes, në një lartësi prej 2000 metrash, ku çdo hap i gabuar mund të thotë rënje në humner ose kapje nga ndjekësit. Në nëntor të vitit 1944, Abbas Ermeni dhe një grup i vogël besnikësh po bënin pikërisht këtë, po largoheshin nga dheu përmes një shtegu të harruar në malet e Gramozit. Enver Hoxha kishte dhënë urdhrin e koduar 101, që do të thoshte, të qellohet pa paralajmërim. Por si arritën ata të kalonin përmes kordonit të hekur të divizioneve partizane që kishin bllokuar çdo rrugë? Dëshmitë e kohës flasin për një tradhti brenda radhëve të ndjekësve. Një komandant partizan, i cili dikur kishte qenë shok shkolle me Ermenin, thuhet se e pa grupin duke kaluar lumin në agim dhe urdhëroi ushtarët e tij të mos qellonin. Ai raportoi në qendër se nuk kishte parë asgjë. Kush ishte ky njeri që rrezikoi kokën për të shpëtuar armikun e partisë?
Emri I tij nuk u zbulua kurrë, por ai mbetet një nga heronjtë e heshtur të asaj nate. Largimi I Ermenit shënoi fundin e një epoke dhe fillimin e një tjetre. Për Enver Hoxhën, ky ishte një moment triumfi, por edhe një dështim I hidhur. Armiku I tij kryesor I kishte shpëtuar nga duar. Hoxha e dinte se për sa kohë Ermeni ishte gjallë, qoftë edhe në fund të botës, ai do të ishte një kërcënim. Në momentin kur shkeli në tokën greke, Abbas Ermeni u kthye dhe mori një grusht dhe ai nuk e dinte se nuk do ta shihte më kurrë atë tokë për 50 vjet. Ai nuk e dinte se emri I tij do të ndalohej të përmendej, se librat e tij do të digjeshin dhe se familja e tij do të vuante persekutimin më të egër. Por aratisja e tij krijoi një legjendë. Në kafenet e Tiranës, njerëzit përshpëritnin se Ermeni do të kthehej me aeroplan, se ai po organizonte një ushtri në perëndim. Kjo shpresë e mbajti gjallë shpirtin e rezistencës për shumë vite. Enver Hoxha e ndjente këtë shpresë dhe ajo e tmerronte. Sot, kur analizojmë rrugën e aratisjes së tij, kuptojmë se ishte një mrekulli mbijetese. Pa ushqim, në dëbor, të ndjekur nga një ushtri e tërë. A ishte thjesht fati, apo ishte vendosmëria e një njeriu që refuzonte të dorëzohej para diktaturës? Dhe çfarë do të kishte ndodhur me Shqipërinë nëse ai do të ishte kapur atë natë në kufi? A do të kishim pasur një gjyq publik si ai I Koçi Xoxhes, apo një ekzekutim të heshtur në Bodrum? Për herë të parë në 35 vjet, një ish agent I sigurimit që vepronte në Paris në mpetkun e një diplomati, pranon të flasë për operacionin sekret Fantasma. Ky operacion kishte vetëm një qëllim, eliminimin e Abbas Ermenit në Francë. Enver Hoxha nuk flinte I qetë. Zëri I Ermenit në radion Shqipëria e Lirë ishte si një gjemb në trurin e diktatorit. Agenti tregon se si në vitin 1952, atij ju dha një pako e vogël me cianur dhe një fotografi e Ermenit duke pirë kafe në lagjen latine. Pse dështoi ky atentat në momentin e fundit? Dokumentet e deklasifikuara të shërbimit sekret francez tregojnë se Ermeni ishte në nënvëzhgim të rrept, jo vetëm nga shqiptarët, por edhe nga francezët që donin ta mbronin. Ata e dinin se ai ishte figura kyçe e antikomunizmit shqiptar. Agenti shqiptar tregon se kur ju afrua tavolinës së Ermenit, pa diçka që e ngriu në vend. Ermeni nuk ishte vetëm. Ai ishte I rrethuar nga studentë shqiptar që e dëgjonin me adhurim. Agenti thot se në atë moment, ai kuptoi se vrasja e Ermenit do ta kthente atë në një martir të pavdekshëm. Ai u tërhoq duke raportuar në Tiranë se objektivi ishte I paarritshëm. Ky dështim I kushtoi atij karrierën, por I shpëtoi ndërgjegjen. Por Enver Hoxha nuk u dorëzua. Ai dërgoi njerëz të tjerë, provoi metoda të tjera, nga bombat postare te aksidentet e inskenuara. Abbas Ermeni jetonte me hijen e vdekjes mbi supe çdo ditë. Ai ndëronte banesat shpesh, nuk ecte kurrë në të njëjtën rrugë 2 herë dhe kontrollonte ushqimin me kujdes. Ishte një jetë në Arati, edhe pse ishte I lirë në Paris. Por ai nuk heshti. Ai vazhdoi të shkruante, të fliste, të organizonte. Ai ishte makthi I Enverit. Një detaj interesant është se Enver Hoxha I kërkonte ambasadës në Paris raporte të përditshme për lëvizjet e Ermenit. Ishte një obsesion patologjik. Hoxha donte të dinte çfarë vishte, me këta kohë, çfarë thoshte. Ai e shihte Ermenin si alter egon e tij, njeriu që mund të kishte qenë në vendin e tij. Pyetja për ju është kjo: si arriti një njeri vetëm, pa shtet, pa ushtri dhe pa para, të mbante në presion një regjim të tërë totalitar për dekada me radhë? A ishte forca e ideve të tij më e madhe se forca e armëve të sigurimit? Dhe kush ishte spiuni I 2 fish brenda ambasadës shqiptare në Paris që e paralajmëronte Ermenin sa herë që rreziku afrohej? Çfarë ndodhte kur Enver Hoxha kishte dhimbje koke të tmerrshme pas vitit 1970? Mjeku personal thirrej me urgjencë në vil. Asnjë diagnozë nuk shkruhej sakt në kartel. Por arkivat sekrete mjekësore, të cilat u gjetën pjesërisht pas vitit 90, zbulojnë një lidhje të frikshme midis krizave shëndetësore të diktatorit dhe aktivitetit të Abbas Ermenit. Sa herë që Ermeni bënte një deklaratë të fortë në shtypin perëndimor, tensioni I Enverit shkonte në qiell. Në këtë dokumentar do të shihni provat se si armiku I largët po e vriste diktatorin ngadalë, pa shkrepur asnjë plumë. Është ironike, por e vërtetë. Enver Hoxha, njeriu që kishte gjithçka në dorë, jetën dhe vdekjen e miliona njerëzve, ishte rob I frikës nga një plak që jetonte në një apartament modest në Paris.
Mjekët shënonin në ditaret e tyre se shoku Enver kishte periudha pagjumësie ku fliste për qartë për tradhtarët e ballit. Fantazma e vitit 1942 nuk e la kur të qetë. Në vitin 1982, kur banda e Gjevdet Mustafës zbarkoi në Shqipëri, paranoja e Hoxhës arriti kulmin. Ai ishte i bindur se kjo ishte vepër e Abbas Ermenjit. Ai urdhëroi mobilizim të përgjithshëm. Ai shite Ermenjin pas çdo komploti, pas çdo dështimi ekonomik, pas çdo fytyre të vrenjtur të anëtarëve të byros politike. Kjo paranojë e shtyu atë të vriste edhe bashkëpunëtorin e tij më të ngushtë, Mehmet Shehun. Mund të thuhet se Abbas Ermenji, duke qëndruar gjallë dhe i papërkulur, e detyroi Enver Hoxhën të shkatëronte vetveten dhe partinë e tij nga brenda. Stresi i vazhdueshëm i rrethimit, i ushqyer nga ekzistenca e opozitës në mërgim, ia gëryente shëndetin diktatorit ditaditës. Ndërkohë, Ermenji vazhdonte jetën e tij intelektuale, duke shkruar libra historie dhe duke mbajtur gjallë shpresën për një Shqipëri demokratike. Ai nuk kishte pushtet, por kishte lirinë e mendjes. Enveri kishte pushtetin, por ishte i burgosur i mendjes së tij të sëmur. A nuk është kjo hakmarrja më e përsosur? Të jetosh aq gjatë sa të shohësh armikun tënd të tretet nga urrejtja e vet? Por çfarë ndodhi në momentin kur Enver Hoxha vdiq në vitin 1985? A e ndjeu Ermenji çlirimin, apo ndjeu se betejë e tij kishte mbetur pa kundërshtar? Dhe çfarë mesazhi dërgoi ai për popullin shqiptar atë ditë, një mesazh që u bllokua nga censura dhe nuk u dëgjua kurrë? Në arkivat e Ministrisë së Jashtme franceze gjendet një dosje e pluhurosur me titullin Refugjatët politikë shqiptar. Brenda saj ka një raport të vitit 1985, ku përshkruhet reagimi i Abbas Ermenjit kur mori lajmin e vdekjes së Enver Hoxhës. Ai nuk festoi. Ai nuk hapi shampanjë. Ai thjesht ul në karrigen e tij të vjetër, hoqi syzet dhe tha një fjali që i la të shtangur të pranishmit. Ai vdiq në shtratin e tij, por Shqipëria do të lëngoj edhe për shumë vite nga helmi që ai mbolli. Pse ishte Ermenji kaq pesimist në ditën kur Tirani vdiq? Sepse ai e dinte se Enver Hoxha nuk ishte thjesht një person, ai ishte një sistem. Ai kishte krijuar një makineri që funksiononte edhe pa të. Ermenji e kuptoi se lufta e vërtet nuk ishte kundër Enverit fizik, por kundër mentalitetit që ai kishte rrënjosur, frikës, servilizmit dhe urrejtjes ndaj tjetrit. Dhe koha i dha të drejtë. Edhe pas vitit 90, kur Ermenji u kthye në Shqipëri, ai gjeti një vend të shkatëruar jo vetëm ekonomikisht, por edhe moralisht. Ai pa se si ish komunistët ishin kthyer brenda natës në demokrat, duke përdorur të njëjtat metoda përjashtuese. Takimi i tij i parë me tokën shqiptare pas 50 vitesh ishte i mbushur me lot, por edhe me zhgënjim. Ata që e pritën në aeroportin e Rinasit pan një burr të moshuar, por me sytë e një djaloshi që ende besonte te ideali i vitit 1942. Por ai e kuptoi shpejt se ëndra e tij për një Shqipëri të bashkuar dhe europiane ishte ende e largët. Hijet e së shkuarës ishin kudo. Një nga momentet më prekse ishte kur ai kërkoi të vizitonte rënojat e shtëpisë në Opar, aty ku ishte takuar me Enverin. Aty nuk kishte mbetur asgjë, vetëm thera dhe gur. Por për Ermenjin, ai vend ishte ende i gjallë. Ai qëndroi aty në heshtje për minuta të tëra, sikur të ishte duke biseduar me fantazmat e së shkuarës. Çfarë mendoi ai në ato momente? A u pendua që nuk e kishte vrarë Enverin atë natë kur e kishte pasur mundësinë? Apo mendoi se historia nuk mund të ndryshohet me plumba, por vetëm me durim? Kjo mbetet enigma e fundit e Abbas Ermenjit. Sot, kur shohim pas, kuptojmë se historia e këtyre dy burrave është historia e vetë Shqipërisë, një luftë e vazhdueshme midis dy botëve, midis lindjes dhe perëndimit, midis diktaturës dhe lirisë. Ata ishin dy anët e së njëjtës medalje tragjike. Dhe pyetja e fundit që dua t'ju lësonte është kjo: nëse Abbas Ermenji dhe Enver Hoxha do të takoheshin sot në botën e përtejme, çfarë do t'i thoshin njëri tjetrit? A do të vazhdonin grindjen e tyre të përjetshme, apo do të ulnin kokën të turpëruar për mundësinë e artë që humbën për ta bërë Shqipërinë zonjë? Kjo ishte historia e natës që ndau Shqipërinë në dysh. Një natë ku u vendos fati ynë për gjysmë shekulli. Arkivat folën, dëshmitarët treguan, por gjykimin përfundimtar e keni ju. A ishte e pashmangshme ajo që ndodhi, apo ishte thjesht zgjedhja e gabuar e dy njerëzve krenar?
Faleminderit që na ndoqët në këtë udhëtim nëpër labirintet e historisë së ndaluar. Në bodrumet e Ministrisë së Brendshme ekzistonte një furrë gjigante e ndërtuar posaçërisht për të djegur sekretet që nuk duhet t'i mbjetonin regjimin. Në dhjetor të vitit 1989, kur regjimet komuniste në Europë po binin si domino, oxhaku i kësaj ministrie nxirrte tym të zi për 3 javë rresht, ditë e natë. Banorët e Tiranës e shihnin hirin që binte mbi rroba, por askush nuk guxonte të pyeste se çfarë po digjej. Ajo që po shkatërrohej aty nuk ishin thjesht letra administrative, por fondi sekret 42, një koleksion dokumentesh që provonte se historia e luftës partizane ishte manipuluar që në themel. Çfarë kishte në ato thas me letër që të merronte pasardhësit e Enver Hoxhës? Dëshmitarët okular, punonjes të thjeshtë të arkivit që transportonin thasët, kanë treguar vite më vonë se pan dosje me emrin e Abbas Ermenit të shkruar me të kuqe. Këto nuk ishin dosjet e ndjekjes policore, të cilat u ruajtën. Këto ishin korrespondenca origjinale nga viti 1942 deri në vitin 1944. Letra ku Enver Hoxha i drejtoi Ermenit me terma respekti, duke e quajtur vëlla në ideal. Djegia e këtyre letrave kishte një qëllim të vetëm, të zhdukte çdo provë që tregonte se Enver Hoxha e kishte konsideruar ndarjen e pushtetit me nacionalistët. Nëse këto letra do të dilnin në dritë, miti i partisë që lindi nga gryka e pushkës do të shembej. Do të zbulohej se Enveri ishte thjesht një pragmatist që kishte dështuar në negociata, jo një ideolog i pastër që refuzonte kompromisin. Por zjarri nuk mund të zhdukë gjithçka. Një nga punonjësit e furrës, në një moment hutimi të rojeve, arriti të fuste në xhep një fletë të djegur pjesërisht. Ajo fletë përmbante një listë emrash të oficerëve britanik që kishin shërbyer si ndërmjetës. Ajo provonte se Enver Hoxha kishte marrë fonde ari nga britanikët, fonde që ishin destinuar për frontin e bashkuar, por që ai kishte përdorur për të blerë besnikërinë e krerëve të fiseve kundër Ermenit. Ky dokument i mbjetuar hedh dritë mbi një të vërtetë të hidhur. Lufta civile nuk u financua vetëm nga ideologjia, por nga paratë e aleatëve që u vodhën dhe u keqpërdoren. Enver Hoxha e kishte kthyer arin e luftës në një mjet për të blerë pushtet personal. Zhdukja e fondit sekret 42 është humbja më e madhe arkivore e historisë moderne shqiptare. Ajo që mbetet edhe më misterioze është fati i kasetave audio. Pas vitit 1960, Enver Hoxha kishte filluar të incizonte kujtimet e tij. Thuhet se ekzistonte një kaset ku ai fliste për gabimin e madh të oparit, duke ju referuar takimit me Ermenin. A e pranoi ai në atë kaset se kishte pasur frikë? A e pranoi se Ermeni ishte intelektualisht superior ndaj tij? Kjo kaset nuk u gjet kurrë. Sot, historianët pyesin, kush e dha urdhrin final për atë zjarr masiv në vitin 89? A ishte Ramiz Alia që donte të mbronte trashëgimin e mentorit të tij, apo ishin njerëz brenda sigurimit që donin të pastronin emrat e tyre nga krimet e së shkuarës, duke zhdukur provat e bashkëpunimit të fshehtë? Imagjinoni të jeni ulur në një kafene në Paris në vitin 1975 duke shijuar një briosh, pa e ditur se kamerieri që po ju shërben është një oficer i lartë i sigurimit të shtetit me një mision vdekjeprurës. Operacioni Merimanga ishte një nga skemat më të kushtueshme dhe më komplekse të zbulimit shqiptar jashtë vendit. Objektivi nuk ishte thjesht vëzhgimi i Abbas Ermenit, por shkatërrimi i tij psikologjik. Përse regjimi më i varfër i Europës shpenzonte miliona dollar valutë për të ndjekur një profesor historie në Francë? Dokumentet financiare të sigurimit të zbuluara së fundmi tregojnë se buxheti për degën e Parisit ishte 3 herë më i lartë se buxheti për ilaçet e spitaleve në Tiranë. Kjo tregon prioritetet e çmendura të Enver Hoxhës. Ai preferonte të linte popullin pa antibiotik, vetëm për të ditur se çfarë po bënte armiku i tij i vjetër. Agjentët e sigurimit kishin marrë me qira apartamente përballë banesës së Ermenit. Ata fotografonin çdo vizitor që hynte dhe dilte. Ata i dërgonin letra anonime fqinjëve të tij francez, duke akuzuar atë si kriminal lufte ose si trafikant, me shpresën se policia franceze do ta dëbonte. Ishte një luftë nervash e paimagjinueshme. Por Abbas Ermeni ishte një hap para. Ai kishte krijuar rrjetin e tij të kundër zbulimit. Studentët shqiptar besnik ndaj tij kishin arritur të identifikonin disa nga spionët e Tiranës. Ka një histori që qarkullon në diasporë se si Ermeni një ditë i shkoi te tavolina njërit prej agjentëve që e ndiqte, i ofroi një cigare dhe i tha në shqip,
thuaj Enverit se parat e popullit mund të harxhohen më mirë se sa për kafen tënde. Ky moment guximi e tërboi Tiranën. Enver Hoxha e mori si një fyrje personale. Ai urdhëroi intensifikimin e masave. Sigurimi filloi të rekrutonte njerëz nga rrethi familjar i Ermenit që kishin mbetur në Shqipëri, duke i kërcënuar me burg nëse nuk i shkruanin letra Abbasit për t'i kërkuar të heshte. Kjo ishte pika më e ulët e moralit të regjimit, përdorimi i gjakut kundër gjakut. Një detaj rrëqethës është përdorimi i teknologjisë. Në vitet 70, sigurimi bleu pajisje përgjimi të sofistikuara nga Gjermania Lindore posaçërisht për operacionin në Paris. Ata arritën të instalonin një mikrofon në murin e jashtëm të dhomës së punës së Ermenit. Për muaj të tërë, Enver Hoxha dëgjonte zërin e armikut të tij duke diktuar librat e historisë. Çfarë ndjente diktatori kur dëgjonte të vërtetën që ai vetë e kishte ndaluar? A është e mundur që disa nga aksidentet që u ndodhen bashkëpunëtorëve të ngushtë të Ermenit në Europë gjatë atyre viteve të mos ishin as pak aksidente? Sa njerëz u sakrifikuan në trotuaret e qyteteve europiane vetëm për të mbajtur gjallë paranojan e një njeriu në Tiranë? Në kasafortën personale të Mehmet Sheut, kryeministrit të hekur që u gjet i vdekur në vitin 1981, u gjet një dosje e vjetër me titullin Lidhjet e rrezikshme. Enver Hoxha, në momentin e spastrimit të Sheut, përdori një akuzë që dukej absurde për çdo që kishte dy parë mend. Ai e akuzoi kryeministrin e tij si poliagent, që kishte qenë në lidhje të fshehtë me Abbas Ermenin dhe ballin kombëtar që gjatë luftës. Si ishte e mundur që njeriu që kishte vrarë më shumë ballistë se kushdo tjetër, të akuzohej tani si mik i tyre? Kjo ishte mjeshtëria makabre e Enver Hoxhës. Ai e dinte se fantazma e Ermenit ishte e vetmja gjë që mund të justifikonte eliminimin e figurave të larta të partisë. Hoxha pretendoi se kishte zbuluar një kod sekret në letrat e vjetra të luftës, që provonte se Shehu dhe Ermeni kishin bërë një pakt mos sulmimi në vitin 1943. Sigurisht, ky pakt nuk ekzistonte. Ishte pjellë e mendjes së sëmurë të diktatorit. Por akuza shërbeu për të terrorizuar të gjithë byron politike. Mesazhi ishte i qartë: nëse Mehmet Shehu, dora e djathtë e Enverit, mund të shpallej bashkëpunëtori i Ermenit, atëherë askush nuk ishte i sigurt. Të gjithë mund të ishin armiq të fjetur. Gjatë hetuesisë së bashkëpunëtorëve të Shehut, torturat u përqendruan në një pikë të vetme, t'i detyronin ata të pranonin se kishin pasur kontakte me reaksionin në Perëndim, pra me organizatën e Ermenit. Njerëz të pafajshëm u detyruan të firmosnin deklarata të rreme ku thoshin se kishin marrë udhëzime nga Parisi për të helmuar Enver Hoxhën. Kjo tregon se sa i madh ishte kompleksi i Enverit ndaj Ermenit. Ai nuk e shihte atë thjesht si një kundërshtar politik, por si një forcë mbinatyrore që kishte infiltruar çdo qelisë të shtetit të tij. Ermeni ishte kudo dhe askund. Ai ishte justifikimi perfekt për çdo dështim ekonomik dhe për çdo spastrim politik. Një dokument i gjetur në arkivin e Komitetit Qendror tregon se Enver Hoxha kishte urdhëruar hartimin e një tabele sinoptike, një skemë gjigante që mbushte një mur të tërë, ku lidheshin me vija të kuqe emrat e anëtarëve të byros politike me emrin e Abbas Ermenit. Ishte harta e çmendurisë së tij. Por pyetja që mbetet është, a kishte Mehmet Shehu vërtet ndonjë plan për të ndryshuar kursin e Shqipërisë dhe për të kërkuar pajtim me nacionalistët pas vdekjes së Enverit? A ishte kjo frika reale e Hoxhës që e shtyu atë të vriste njeriun e tij më besnik para se ai të bënte ndonjë lëvizje? Mëngjesin e 25 shtatorit, viti 1982, një peshkatar në bregdetin e Divjakës pa diçka që nuk duhej ta shite. Një gomone e shpejt zbarkoi 3 burra të armatosur rënd. Kjo ishte banda e Xhevdet Mustafës. Për Enver Hoxhën, ky ishte momenti i së vërtetës. Ai ishte i bindur se kjo ishte pararoja e ushtrisë së Abbas Ermenit që po vinte për ta rrëzuar. Reagimi i shtetit shqiptar ishte disproporcional dhe histerik. Pse u mobilizuan 10.000 ushtarë dhe qindra tanke për të kapur vetëm 3 njerëz? Enver Hoxha, tashmë i sëmur dhe në prag të demencës, besonte se Oraxhi kishte ardhur. Ai urdhëroi që të gjitha forcat e rezervistëve të viheshin në gatishmëri. Në mendjen e tij, viti 1942 po përsëritej. Ai po përgatitej për betejën finale me ballin kombëtar. Propaganda zyrtare filloi të bombardonte popullin me lajme se banda e kriminalit Ermeni kishte zbarkuar për të vrarë fëmijët dhe për të djegur fshatrat. Ishte një gënjeshtër e trashë.
Gjevdet Mustafa ishte një aventurier i vetmuar, i cili nuk kishte asnjë lidhje direkte operacionale me organizatën e Ermenit në atë kohë. Ermeni madje e kishte kundërshtuar këtë aksion si vetvrasës dhe të padobishëm. Por për Enverin, faktet nuk kishin rëndësi. Ai kishte nevojë për këtë zbarkim. Ai kishte nevojë për një armik të prekshëm për të justifikuar terrorin e viteve të fundit. Gjyqi i shpejtë dhe eliminimi i anëtarëve të bandës u përdorën për të dërguar një mesazh të çdo shqiptar: armiku është te porta, vetëm partia mund t'ju mbrojë. Gjatë atyre ditëve të tensionuara, Enver Hoxha nuk flinte. Infermierët e tij kanë dëshmuar se ai qëndronte pranë telefonit, duke pritur lajme se kreu i gjarprit ishte kapur. Ai shpresonte që mes të zbarkuarve të ishte vetë Ermeni. Zhgënjimi i tij kur mësoi se ishin vetëm 3 emigrantë të dëshpëruar ishte i dukshëm. Ky episod tragjik zbuloi dobësinë e regjimit. Një shtet që dridhej nga 3 njerëz me një gomone ishte një shtet prej letre. Por zbuloi gjithashtu se hija e Abbas Ermenit ishte bërë më e madhe se vetë realiteti. Ai ishte kthyer në një mit që e mbante regjimin nën presion të vazhdueshëm. A ka mundësi që ky zbarkim të ishte në fakt një kurth i organizuar nga vetë sigurimi i shtetit për t'i dhënë Enverit fitoren e fundit para vdekjes? Ka shumë teori konspirative, por një gjë është e sigurt: gjaku i derdhur atë ditë në plazhin e Divjakës ishte akti i fundit i dramës që nisi në atë shtëpi guri në Opar 40 vjet më parë. Çfarë do të kishte ndodhur nëse Gjevdet Mustafa do të kishte arritur të hynte në Tiranë? A do të ishte ngritur populli, apo frika ishte tashmë aq e thellë sa askush nuk do të lëvizte? Kjo pyetje mbetet pa përgjigje, si shumë të tjera në historinë tonë të përgjakur. Në kapitujt përmbyllës do të shohim se si vdekja e Enver Hoxhës nuk solli menjëherë lirinë, por një periudhë të gjatë agonie. Do të zbulojmë se si Abbas Ermeni refuzoi ofertat për kompromis me pasardhësit e diktatorit në vitin 90. Dhe më e rëndësishmja, do të analizojmë trashëgiminë e helmuar që lanë pas këta 2 burra. A jemi ne sot, pasardhësit e tyre, ende duke luftuar betejat e tyre të vjetra? Përgatituni për konkluzionet tronditëse të kësaj sage historike në kasafortën personale të Enver Hoxhës, e cila u hap vetëm në vitin 1985 pas vdekjes së tij, u gjet një zarf i vulosur me dyll të kuq, mbi të cilin shkruhej vetëm një fjalë: rreziku. Brenda këtij zarfi nuk kishte plane ushtarake apo kode bërthamore, por një analizë psikologjike e detajuar e Abbas Ermenit dhe një urdhër i fundit për pasardhësin e tij, Ramiz Alin. Pse diktatori, në grahmat e fundit të jetës, ishte më i shqetësuar për një profesor 80 vjeçar në Paris sesa për gjendjen ekonomike të vendit? Ky dokument, i cili u lexua vetëm nga 3 persona para se të riklasifikohej, zbulon se Enveri kishte lënë një amanet të zi: Ermeni nuk duhej të shkelte kur i gjallë në Shqipëri, edhe pas vdekjes së diktatorit. Ramiz Alia, njeriu që mori frenat e pushtetit, u gjend para një dileme të tmerrshme. Nga njëra anë, bota po ndryshonte dhe presioni për hapje ishte i madh. Nga ana tjetër, hija e Enverit dhe urdhri i tij i fundit e mbanin të mbërthyer. Dokumentet e Byros Politike të viteve 1986 tregojnë se u diskutua seriozisht mundësia e një operacioni për të diskredituar figurën e Ermenit në sytë e rinisë shqiptare, e cila kishte filluar të dëgjonte fshehurazi zërin e tij në radio. Regjimi e dinte se Abbas Ermeni nuk ishte thjesht një emër, ai ishte simboli i një alternative që nuk ishte provuar kurrë. Frika më e madhe e Ramiz Alis nuk ishte pushtimi ushtarak, por pushtimi i mendjeve. Nëse studentët e Tiranës do të kuptonin se kishte pasur një rrugë tjetër në vitin 1942, e gjithë godina ideologjike e komunizmit do të shembej brenda natës. Për këtë arsye, sigurimi i shtetit aktivizoi rrjetin e tij të fundit në diasporë. Qëllimi nuk ishte më vrasja fizike, por izolimi politik i Ermenit. Agjentët përhapën thashë theme se Ermeni ishte tashmë i senil, se nuk e kuptonte realitetin e ri dhe se idetë e tij ishin të vjetruara. Ishte një fushat cinike për të përgatitur terrenin që, edhe nëse ai kthehej, të mos kishte ndikim. Por historia ka ironinë e saj. Pikërisht në momentin kur regjimi po mundoi ta varroste emrin e tij, në rrugët e Shkodrës dhe Kavajës filluan të shfaqeshin parullat e para rroft balli kombëtar. Kjo tregoi se propaganda 50 vjeçare kishte dështuar. Njerëzit po kërkonin rënjët e tyre të humbura. Ajo që Ramiz Alia nuk e dinte, ose ndoshta e nënvlerësoi, ishte se Abbas Ermeni kishte ruajtur një arkiv të tij në Paris. Letra, ditar dhe analiza që prisnin momentin e duhur për t'u publikuar.
Enver Hoxha kishte vdekur, por dueli mes tyre vazhdonte. Pyetja që na mundon sot është, a ishte tranzicioni i butë i pushtetit në vitin 1990 pjesë e atij plani të fshehtë që Enveri kishte lënë në zarfin e kuq? A ishte qëllimi final që armiqtë e klasës të lejoheshin të ktheheshin, por të gjenin një tokë të djegur ku nuk mund të ndërtonin asgjë? Për herë të parë në 35 vjet, piloti personal i helikopterit që transportoi Ramiz Alin në ato ditë të trazuara, thyen heshtjen. Ai tregon se gjatë një fluturimi mbi jugun e Shqipërisë, Alia shikonte poshtë maleve të skraparit dhe murmuriste me vete, nëse ai plak zbret këtu, ne kemi marrë fund. Kjo frazë tregon tmerrin real që udhëheqja komuniste kishte nga rikthimi i Ermenit. Ata e dinin se ai nuk vinte për hakmarrje, por për drejtësi. Dhe drejtësia ishte gjëja që ata i trembeshin më shumë. Imagjinoni momentin kur dera e avionit hapet në aeroportin e Rinasit në vitin 1991 dhe një burr i gjatë, i kërrusur nga vitet por me vështrim të mbret, shkel në tokën që ishte ndaluar për gjysmë shekulli. Abbas Ermeni u kthye. Turma e njerëzve që e priste ishte e vogël, e kontrolluar dhe e infiltruar nga ish sigurimsat që tani ishin veshur me kostume demokratike. Çfarë ndjeu ai kur pa se ata që e brohorisnin ishin bijtë atyre që e kishin ndjekur për ta vrarë? Ky ishte momenti i përballjes me realitetin e hidhur. Shqipëria që Ermeni kishte ruajtur në kujtesën e tij, Shqipëria e nderit dhe e besës së vitit 1942, nuk ekzistonte më. Enver Hoxha kishte arritur ta vriste atë Shqipëri, edhe pse nuk kishte arritur ta vriste Ermenin. Njeriu i ri socialist, i krijuar në laboratoret e diktaturës, ishte një qenie e tjetërsuar, e uritur dhe e çorientuar. Në takimet e para me politikanët e rinj të Tiranës, Ermeni u trondi. Ai pa se metodat e tyre, gjua e tyre, madje edhe mënyra se si e pinin duhanin, ishte një imitim i zbet i Enver Hoxhës. Ai kuptoi se diktatori kishte lënë pas një mentalitet që ishte më i vështirë për të shkullur se sa statujat e bronzit. Një dëshmitar që ishte prezent në një darkë private mes Ermenit dhe krerëve të opozitës së re, tregon se Ermeni refuzoi të ngrinte dolli. Ai tha: "Ju keni rrëzuar statujat, por keni mbajtur piedestale. Dhe mbi ato piedestale, po hipni vetë." Kjo profeci e zymt u vërtetua në vitet që pasuan, me trazirat, korrupsionin dhe mungesën e shtetit ligjor. Ermeni u përpoq të riorganizonte ballin kombëtar, por u sabotua nga të gjitha anët. Ish komunistët e shihnin si rrezik, ndërsa të rinjt e shihnin si një relike të historisë. Tragjedia e tij ishte se ai kishte mbijetuar për të parë fitoren, por fitoria kishte shijen e hirit. Dokumentet e ambasadave të huaja në Tiranë të asaj kohe raportonin se Ermeni ishte i vetmi politikan në Shqipëri që nuk kërkon pushtet personal, por institucione. Por në kaosin e viteve 90, askush nuk kishte kohë për institucione. Të gjithë donin pushtet të shpejtë. Ermeni u izolua sërish, këtë herë jo nga telat me gjemba, por nga indiferenca e një shoqërie që kishte humbur busullën morale. A ka gjë më të dhimbshme se të jesh i huaj në shtëpinë tënde? Ermeni e kaloi vitet e fundit të jetës në një Shqipëri që nuk e njihte, duke parë se si ish persekutorët e tij bëheshin biznesmen të fuqishëm dhe si historia rishkruhej sërish, këtë herë për interesa të reja. Pyetja për ju është, pse shoqëria shqiptare e vitit 1991 nuk e përqafoi këtë figurë historike si një Nelson Mandela shqiptar? A ishte faji i propagandës së Enverit që kishte helmuar gjakun ton, apo ishte frika jon kolektive për të parë në pasqyrë dështimin ton moral? Në arkivat e Ministrisë së Brendshme, ekzistonte një seksion i veçantë i quajtur Fondi i Rezervuar, i cili nuk u prek as gjatë djegjes së madhe të vitit 89. Pse? Sepse këto dokumente konsideroheshin si siguracion jete për ata që i posedonin. Në këtë fond gjendeshin regjistrimet audio të bisedave telefonike të përgjuara të Enver Hoxhës me ministrat e tij të brendshëm, ku flitej hapur për problemin Ermeni. Këto kaseta, të cilat u zhdukën në vitin 1997 gjatë trazirave, përmbanin zërin e diktatorit duke pranuar se akuza për bashkëpunim me fashizmin ndaj ballit kombëtar ishte një sajim i pastër politik. Imagjinoni vlerën e kësaj prove. Zëri i vet Enverit duke thënë: "Ne e dim që ata nuk janë tradhtar, por duhet t'i shpallim të tillë, sepse ndryshe nuk e mbajmë dot pushtetin." Kjo frazë, nëse do të ishte bërë publike, do të kishte ndryshuar tekstet e historisë dhe do të kishte rehabilituar mijëra familje. Por kasetat u vodhën. Kush i mori? Dhe pse nuk dolën kurrë në dritë?
Dyshimet bien mbi një grup ish oficerësh të lartë që donin të mbronin mitin e luftës nacional qlirimtare, sepse mbi atë mit ishin ndërtuar privilegjet e tyre. Publikimi i së vërtetës do t'u hiqte atyre statusin e veteranit dhe do t'i ekspozonte si bashkëpunëtor në një krim historik mashtrimi. Një tjetër dokument i zhdukur është lista e oparit. Bëhet fjalë për listën origjinale të pjesëmarrësve në takimin e vitit 1942. Versioni zyrtar thotë se ishin vetëm krerët, por dëshmi fragmentare sugjerojnë se aty ishin prezent edhe emisar të huaj, emrat e të cilëve u fshin nga historia. Pse ishte e rëndësishme të fshiheshin këta emra? Sepse prania e tyre do të provonte se takimi ishte një përpjekje serioze ndërkombëtare për bashkim dhe se Enver Hoxha e sabotoi atë me urdhër nga jashtë. Gjithashtu, mungojnë dosjet mjekësore të Abbas Ermenjit nga periudha e tij në Francë, të cilat sigurimi i shtetit i kishte vjedhur përmes agjentëve të infiltruar në spitalet e Parisit. Këto dosje tregonin se Ermenji ishte helmuar 2 herë me doza të vogla arseniku, mjaftueshëm për ta sëmurur, por jo për ta vrarë menjëherë, një taktik tipike e shërbimeve sekrete lindore për të neutralizuar kundërshtarët pa lënë gjurmë. Zhdukja e këtyre arkivave është një krim i vazhdueshëm. Ajo na lë në errësirë për detajet më intime të këtij dueli 50 vjeçar. Ne kemi vetëm copëza të mozaikut. Por edhe këto copëza mjaftojnë për të kuptuar se historia zyrtare që kemi mësuar është një gënjeshtër e ndërtuar mbi heshtjen e arkivave të djegura. Çfarë sekreti tjetër fshihej në ato dosje që bëri që njerëz të fuqishëm të vitit 1997 të rrezikonin jetën për t'i vjedhur nga depot e shtetit? A ka mundësi që ato dokumente të jenë ende diku, të fshehura në ndonjë bodrum privat në Tiranë apo Zvicër, duke pritur momentin për të shpërthyer si një bombë historike? Mendoni për njeriun e fundit që takuat sot. Tani imagjinoni që fati i tij, fati i fëmijëve të tij dhe fati i fëmijëve të fëmijëve të tij, të varet nga një shtrëngim duarsh që nuk ndodhi 80 vjet më parë. Kjo është historia e Abbas Ermenjit dhe Enver Hoxhës. 2 burra që u takuan në një dhomë të vogël dhe, kur dolën prej andej, kishin vizatuar hartën e vuajtjes për një kombë të tërë. Pasojat e asaj nate i ndjejmë edhe sot, sa herë që shohim përçarjen politike, sa herë që shohim urrëtitjen ndaj kundërshtarit, sa herë që shohim se si e vërteta sakrifikohet për pushtet. Enver Hoxha vdiq në shtratin e tij, i rrethuar nga mjek dhe servil, por i tmerruar nga gjykimi i historisë. Abbas Ermenji vdiq vite më vonë në atdheun e tij, por me zemrën e thyrë nga realiteti që gjeti. Të dy ikën, por lufta e tyre mbeti. Ajo u transformua. Nuk bëhet më me pushk në përmale, por me fjalë në parlament, me komente në internet, me ndarje krahinore dhe ideologjike. Ne jemi fëmijët e asaj nate të dështuar në opar. Ne jemi produkti i një historie ku kompromisi u quajt tradhti dhe ku asgjësimi i tjetrit u quajt patriotizëm. Enver Hoxha arriti të krijonte njeriun që ka frikë nga liria dhe Abbas Ermenji nuk arriti ta shpëtonte atë njeri nga vetvetja. Por historia nuk është thjesht një varrezë faktesh, ajo është një mësim. Rasti i Ermenjit dhe Hoxhës na tregon se çfarë ndodh kur egoja e liderit bëhet më e madhe se interesi i kombit. Na tregon se si një gënjeshtër, nëse përsëritet mjaftueshëm gjatë, bëhet realitet. Dhe mbi të gjitha, na tregon se heronjtë e vërtet shpesh janë ata që humbasin në afat shkurtër, por që koha u jep të drejtë kur pluhuri i diktaturave të bjerë. Sot, nuk ka më dosje sekrete që mund të na tregojnë rrugën. Nuk ka më dëshmitar të gjallë nga ajo natë e vitit 1942. Jemi vetëm ne dhe ndërgjegjja jonë. A jemi të gatshëm ta mbyllim atë kapitull? A jemi të gatshëm të pranojmë se historia nuk është bardhë e zi, dhe se demonët dhe engjëjt tanë shpesh kanë qenë ulur në të njëjtën tavolinë, duke pirë raki dhe duke ndarë Shqipërinë? Dhe pyetja e fundit, ajo që dua ta merrni me vete sonte dhe ta mendoni gjatë, është kjo: nëse nesër do të shfaqej një Enver i ri dhe një Ermenj i ri, cilin do të ndiqnit ju? A do të zgjidhnit sigurinë e rreme të dorës së fortë, apo rrugën e vështirë dhe të pasigurt të lirisë së vërtetë? Përgjigjja juaj tregon nëse ne kemi mësuar vërtet diçka nga gjaku i derdhur, apo jemi të dënuar ta përsërisim atë natë të ftohtë nëntori, pafundësisht.